Gjatë 4 viteve të fundit, ekonomia shqiptare ka ndjekur 2 drejtime të ndryshme zhvillimi. Nga njëra anë, turizmi, konsumi dhe të ardhurat nga emigrantët kanë mbështetur rritjen ekonomike, ndërsa nga ana tjetër bujqësia dhe blegtoria kanë vijuar të humbasin terren. Të dhënat e Institutit të Statistikave tregojnë se numri i turistëve është rritur me 66.7% dhe të ardhurat nga turizmi janë dyfishuar nga 2.84 miliard euro në 5.72 miliard euro. Paralelisht, konsumi final i familjeve është rritur me 22.2%, në të njëjtin ritëm ka pësuar zgjerim edhe prodhimi i brendshëm bruto me 23%. Ekspertët vlerësojnë se turizmi ka sjellë rritje të konsumit, por nuk ka sjellë rritje të ardhurave të qytetarët. Kjo rritje e sektorit turizmit ka sjellë edhe një rritje të çmimeve, dhe kjo është, si thosh, një barë për konsumatorët vendas, të cilët mund ta llogaritim si konsum përfundimtar të familjeve me një rritje prej 22% në krahasim me vitin 2022, po kjo rritje 22% nuk do të thotë se është rritje reale. Një shtim i sasisë së produkteve dhe shërbimeve që kanë konsumuar të familje, padyshim që është një rritje e tillë, por një rritje e tillë ka ardhur edhe si rezultati rritjes së çmimit. Themi që inflacioni është në kontroll, 2 deri në 4%, në një kohë që kemi një kurs këmbimi euro-lek krejt të papërshtatshëm për ekonominë shqiptare, dhe nëse do ta marrim në konsiderat këtë kurs këmbimi, atëherë inflacioni nuk është më midis 2 deri në 4%, po është shumë i lartë. Kjo tregon që ka një nevojë të madhe që të gjithë këtë mirësi apo të gjithë këtë boom që ne po kemi nga turizmi duhet dim ta përkthejmë edhe në sektor tjerë prodhues vendit tonë, përndryshe do të jemi thjesht një vend i cili do të jetë i varur në bilancin tregtar nga importi dhe si pasojë e kësaj do të jemi gjithmonë prej oreksit të tjerëve. Ndryshe nga turizmi, bujqësia dhe blegtoria kanë ndjekur një prirje rëndëse. Prodhimi bujqësor ka rënë me 5.2% në 4 vite. Edhe prodhimi i qumshit ka shënuar rënje me rreth 11%. Sipas të dhënave, viti 2022 mbetet periudha me nivelin më të lartë të prodhimit bujqësor dhe blegtoral gjatë këtyre 4 viteve të fundit. Ekspertët argumentojnë se rritja e turizmit nuk është shoqëruar me rritje të prodhimit vendas, pasi një pjesë e konsiderueshme e kërkesës së krijuar nga turistët po mbulohet me importe. Marrëdhënie e fortë është turizm, rritje ekonomike dhe konsum, ndërsa marrëdhënia turizm-bujqësi duhet marrë shumë seriozisht, sepse ne duhet që të shtojmë produktin bujqësor për konsumin vendas dhe për eksport, në mënyrë që dhe turistët që vinë në Shqipëri të konsumojnë produkte vendase, jo të importuara. Pse? Turizmi është eksport. Turizmi ndikon në ekonomi, kjo nuk ka dyshim zhvillimi i turizmit. Gjithë pyetja është a ndikon në ekonominë vendase të prodhimit apo thjesht rrit bilancin tregtar për rrit importin. Në rastin tonë konkret, rritja e turizmit, fluksit të huaj të turistave apo të ardhurave që ato kanë sjell, ka ndikuar kryesisht edhe në rritje të importit dhe shumë më pak në rritje të prodhimit bujqësor, për shembull, i cili do të ishte një ndër përfituesit kryesor. Atë duhet të ishte një ndër përfituesit kryesor, ndërkohë që shifrat na tregojnë që nuk është ndër përfituesit kryesor. Si zgjidhje të situatës, ekonomistët theksojnë se nevojitet një lidhje më e fortë mes fermerëve, agropërpunimit dhe industrisë së turizmit,